Mirëmëngjes, nuk kam të t'i bëj në rregull, dakord. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Në fakt kam nisur kështu me optimizmin e nevojshëm sepse është një javë e re, përveç se është një ditë e re dhe duam që edhe pse jashtë ka filluar shiu të paktën në kryeqytet dhe temperaturat janë freskuar paksa, ne prapë jemi kështu, solar dhe diellor apo jo Gert? Absolutisht. Megjithatë, moti i cili të paktën nga signifikativa dhe domethënia me shiu nis me bereqet. Po, pra, kështu që kemi nisur javën. Dhe java nis shumë mirë, të mos harrojmë sot është edhe një tjetër ditë e skuadrës përfaqësuese shumë e rëndësishme për ta etiketuar. Do të jemi zemër. Me këtë jemi sot me Ronaldon apo me Shqipërinë? Jemi vetëm me Shqipërinë, ti mbaj Ronaldon gjithë ditën, 24 orë. Jo, pash dilema të tilla, në 7 ditë, jo. Shqipëria ka shumë fansa të Ronaldos. Sot në orën 20:45 në Elbasan kam përshtypjen një rezultat ta shpresojmë maksimal pozitiv. Kam frikë se do digjet në një qytet, paktën për nga kjo përbatut, për nga dëshira dhe entuziazmi që mund të kaploj tifozët me atë, të shohim çfarë do të ndodhë deri në mbrëmje, ne natyrisht do të flasim edhe me personazhe interesant, pak më vonë për sa i përket ndeshjes së sotme, por fillimisht do të njihemi me ngjarjet më kryesore të 24 orëve të fundit, me parashikimin e motit, i cili moti ka nisur me shi, por nuk dihet se si do të vazhdojë dhe do ta shohim në vijim. Më bëtej gazetat dhe pastaj Stella që kuron shumë mirë edhe hapësirën muzikore, natyrisht me zgjedhjet e saja simpatike të javës. Jo vetëm, edhe ti zgjedh shpeshherë ato perlat italiane, pra mundohemi që mëngjesin ta kemi të larmishëm çdo ditë. Por shpresojmë të jetë i tillë edhe për sa i përket zhvillimeve të aktualitetit dhe mos kemi vetëm ngjarje të errta. Gerti do të na informojë më njëherë. Për të mos haruar që jemi në, si thua, në mbjellje dhe në përgatitje të shumë gjërave, por që do t'i përcjellim ndoshta nga fillimi i javës tjetër dhe jo vetëm. Disa gjëra që i përkasin mëngjesit dhe do të jenë pjesë e menus në ditë e re çdo ditë. Mirë, shkojmë tek informacionet më kryesore të 24 orëve të fundit. Natyrisht çështja kryesore i referohet edhe dëgjesës përpara Komisionit Mandateve të deputetit të arrestuar Prenga. Këshilli i Mandateve me një qëndrim unanim ka pranuar kërkesën e prokurorisë për deputetin Armando Prenga, duke i propozuar Kuvendit heqjen e mandatit. Kuvendi do të mbledhet pikërisht sot në orën 10 në seancë plenare, ndërsa mësohet se miratimi i propozimit të Këshillit do të jetë çështje e parë në rendin e ditës se me votën e deputetëve. Prokuroria ka rrugë të lirë për të arrestuar Armando Prenga në peshën e 3 akuzave. Deputeti u arrestuar në kushtet e flagrancës pas ngjarjes në Laç dhe aktualisht mbahet në ambientet e drejtorisë së policisë së qarkut Tiranë. Partia Demokratike kërkon dorëheqjen e ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri. Deputeti i së djathës Gens Polo publikoi intervistën e shefit antidrogës Dritan Zagani dhe theksoi se kjo është prova e pakundërshtueshme e implikimit të ministrit në trafikun e drogës. I menjëhershëm reagimi i ministrit Tahiri, i cili përmes një postimi në rrjetin social Facebook theksoi se akuzat vijnë nga ata që grabitën babëzisht shtetin. Shqipëria ka qenë një ndër destinacionet e preferuara të huajve këtë sezon turistik, sipas statistikave, numri vizitorëve u rrit me 25%, por nuk mund të thuhet e njëjta gjë për shërbimin dhe cilësinë në sektorin turistik, ku problematikat janë shënuar edhe në regjistrat zyrtar. Mungesa e ujit dhe dritave, si dhe çmimet e larta renditen ndër më kryesoret. Bektashin do të kenë odeonin e tyre për të kryer falje ndaj Zotit apo për të kujtuar ditë rëndësishme të këtij besimi. Punimet janë në fazën e fundit dhe sipas kryegjyshit botror të Bektashinve, Axhi Baba Edmond Brahimaj, ky odeon ka vlera të veçanta dhe do të shërbejë si qendër multifunksionare. Qeveria shqiptare ka financuar në 2 vitet e fundit 284 milion lek për të përmbushur pikërisht punimet. Rreth 1000 forca policie do të angazhohen për garantimin e sigurisë gjatë ndeshjes së sotme në Elbasan, e vlefshme për eliminatorët europianit Shqipëri-Portugali, që do të luhet në orën 20:45. Në drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Altin Qato theksoi se do të ketë monitorim nga toka dhe ajri për të evituar çdo problematik dhe incident të mundshëm. Kaq për sa i përket edhe zhvillimeve më kryesore të 24 orëve të fundit, ne do të shkojmë tani tek moti. Situata meteorologjike për të parë jo vetëm kryeqytetin, të cilin ne e prekim nga afër dhe pam që ka filluar shiu, por për të parë edhe qytetet e tjera të Shqipërisë, të rajonit, natyrisht dhe vendet kryesore të botës. Rikthehemi një herë pastaj me Gerti sërish tek shtëpi i ditës. Pas pak.
Mirë, kthehemi sërish në studio. Jemi tek pasqyra e shtypit për ditën e sotme. E hënë 7 shtator 2015 do të nisim me gazetën shqiptare për ditën e sotme, si zakonisht, e cila hap edhe pasqyrën e shtypit çdo mëngjes. Materiali kryesor për numrin e sotëm i referohet imunitetit të Prengës, ku vendi autorizon arrestimin. Sot seanca Këshilli i Mandateve miraton me konsensus kërkesën e Adriatik Lallës. Armando Prenga dëshmoi dje po të doja e kisha vrarë Calin s'më bën kush Kokturku. Rama reagon, deputeti PS ka punë me drejtësinë. Berisha, de facto imuniteti të hoqty. Materiali gjithçka i referohet edhe seancës së djeshme, përcillet në gazetën shqiptare, shoqërohet me foton përkatëse. Deputeti Armando Prenga dje në Këshillin e Mandateve, faksimilja e kërkesës së krye prokurorit Adriatik Lalla dërguar kuvendit për autorizimin e arrestimit. Dosja e plotë e prokurorisë, Prenga plagosi Tom Calin me armë paleje, akuza polici roje në Laç, deklaroi konflikti para derës së komisariatit, zbardhet. Kërkesa e plotë që krye prokurori Adriatik Lalla i dërgoi kuvendit, bashkëshortja e deputetit dorëzoi në polici pistoletën me leje nga Klodiana Lala, gjithçka rreth dosjes së plotë të akuzës dhe pikërisht pretendimeve, 3 akuzave që ngre ky organ dhe që ka kërkuar heqjen e imunitetit për deputetin Armando Prenga, ku Këshilli i Mandateve e dha këtë okej dhe sot pritet mblidhet seanca plenare e kuvendit për të miratuar edhe këtë propozim. Veçojmë në titujt e tjerë, jemi gjithmonë te Gazeta Shqiptare për ditën e sotme, opinioni ditës nga Shaban Murati, Rusia komplikon ekuilibrat në lindjen e mesme. Nga Edi Rama, shkrimi lutja për paqen, ajo është e mundshme, nga fjala e mbajtur dje e kryeministrit të vendit Edi Rama në konferencën tashmë 3 ditore, paqja është e mundshme. Infermierët, 400 pyetjet për testin e 27 shtatorit, ja çfarë duhet mësoni, provimi fondi ndar në 3 kategori, gjithçka në faqet speciale të Gazetës Shqiptare për sot. Duke u referuar edhe çështjes deputetit Armando Prenga, flet Arben Prenga, vllai i deputetit, kur ne ishim me PD-n, Basha nuk ishte asantar, s'do haj më peshk në faqen 4, këto dhe të tjera të Gazeta Shqiptare për sot. Akuzat e ish policit, Tahiri reagon, Zagani shpif për azil, përgjigja do të përballemi, artikulli në faqen 6. Investimet e huaja, zyrtari austriak dëshmon strategji për bashkëpunim 5 vjeçar me ju. Në titujt e tjerë, arkivi i AKKP-s, pronarët në Korçë, emrat dhe problemet me dokumentet, në faqen 20 dhe 22, materiali në brendësi jemi gjithmonë tek Gazeta Shqiptare. Për të vijuar me titujt e tjerë, gjithmonë në këtë të përditshme, ushqimi i foshnjeve, qumshti artificial, Eltar Deda deklaron 10 fishim të gjobave, në faqen 8 dhe 9, gjithçka përsa i përket edhe sanksioneve në lidhje me mallrat e konsumit, por jo vetëm. Në suplementin Summer Page do të veçojmë se Miaupaj, muzika më lidhi me Bojkenin, okej dhe biznesi, flet këngëtarja, artikulli në brendësi. Këto ishin titujt e Gazetës Shqiptare. Ne do të ecim më tej, do të vim tani tek Shekulli për sot. Materiali kryesor i Gazetës Shekulli për këtë numër, shohim titujt e Shekullit. I referohet pikërisht ngjarjes së ndodhur në Laç, prokuroria deklaron 3 akuzat për Prengën. Për gjakja në Laç, organi i akuzës i kërkoi kuvendit autorizimin për arrestimin e deputetit. Hetimet në vendngjarje, sqarohet pozicioni i deputetit në incidentin me armë. Avokati lexon letrën e Prengës të shkruar në qelin VIP të drejtorisë policisë, po njolloset emri im, në faqen 4 dhe 5, materiali në brendësi. Seanca grupi PS sot përjashton Armando Prengën. Debatet në seancë, heqja e imunitetit deputetit, pranohet kërkesa e prokurorisë, Këshilli për rregulloren mandatet dhe imunitetin miraton kërkesën e prokurorisë së përgjithshme për dhënien e autorizimit për arrestimin e deputetit. Prokurori tregon çfarë ndodhi në Laç, por avokati dhe Prenga e hedhin poshtë akuzën. Deputeti nga Laçi e krahason veten me Fatmir Xhindin, materiali në faqen 6 dhe 7. Opinion nga Arben Rozhani tek Shekulli për sot, fajin e ka Saliu, shkrimi në faqen 8, i referohet opinionit me këtë temë nga Arben Rozhani. Mbetësit, dega e mjekësisë, datat e promimeve të vjeshtës për studentët. Fier, historia tronditse, Xhaxhai abuzoi seksualisht me mbesën e mitur për 3 vite me radhë. Duke mbetur gjithmonë tek Gazeta Shekulli, do të veçojmë dokumentet, punësimi mjekëve dhe infermierëve në Tiranë,
47 vende vakante, gjithçka rreth problematikës së rekrutimit të mjekëve dhe infermierëve, gjithçka nga shëndetësia në këtë artikull problematik materiali tek shekulli. Fletë sociologja Entela Binjaku, stresi pas pushimeve, si ta luftojmë duke kombinuar forcat. Disa këshilla që ju vinë në ndihmë se si ta kapërceni këtë situatë të detyrueshme pas ditëve të bukura pa angazhime, çfarë duhet të bëjmë në vendin e punës dhe si të synojmë një nivel optimal të motivimit. Intervista me sociologën Entela Binjaku botohet tek shekulli në këtë numër. Takimi Papa Shqipëria vendi ku do të lindë profecia e paqes. Tirana do të jetë për 3 ditë kryeqyteti i gjithë botës besimtare si vendi i paqes dhe harmonisë fetare. Papa Francesku i dërgon mesazh mbar botës për bashkëjetesën fetare të shqiptarëve. Andamion Murataj, regjisor, në intervistën e tij profil tek shekulli, një film për ish të përndjekurit dhe hapjen e dosjeve në brendësi, intervista me regjisorin Murataj tek shekulli në këtë numër. Këto ishin titujt e kësaj të përditshme. Ne vazhdojmë të jemi tek pasqyra e shtypit në ditë e re. Vim tani tek tema. Natyrisht edhe tema i referohet të ngjarjes ndodhur në Laç dhe veprimeve të mëtejshme të kërkuara nga ana e prokurorisë përgjithshme dhe kryeprokurorit për këshillin e mandateve dhe imuniteteve, mbledhjes së dieshme në kuvent dhe pritshmërive për mëtej. Miratohet kërkesa, sot i hiqet mandati Armando Prengës, shkruan tema, artikulli në faqen 3. Editorial shkruar nga Mero Baze, 5 me hiq, shkrimi në faqen 8, komenti i editorialistit Baze. Në rubrikën Public Enemy nga Bledi Mane, të fortët e 23 qershorit, kamata e kripur e Edi Ramës në faqen 9 artikulli me këtë temë. Skënder Mingjozi shkruan të fortët e 23 qershorit, artikullin faqen 8, Armando Prenga u vetëmbrojta. Keqardhje për PS-n më bëri Kok Turku. Për herë të parë nëpërmjet avokatit të tij mbrojtës, deputeti i arrestuar Prenga ka dhënë versionin e tij të ngjarjes lidhur me plagosjen e ndodhur në orët e para të datës 5 shtator në Kurbin, gjithçka rreth letrës së lexuar prej avokatit, por edhe dëshmive në Këshillin e Mandateve dhe Imuniteteve trajtohet në materialin në brendësi tek tema për sot. Studiuesja amerikane në intervistën e saj, ja si u vu ish sigurimi i shtetit shqiptar në shërbimin e mafias serbe. Çkodimi i krimit shqiptar, ky është titulli i librit të pedagoges së Universitetit Kalifornisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Jana Arsovska, e cila ka jetuar për disa vite mbi mafian shqiptare në përbot, në faqen 11 rreth librit Çkodimi i krimit shqiptar. Sajmir Tahiri i përgjigjet akuzave, shpifje të një oficeri në kërkim. Me një postim të gjatë në rrjetin social Facebook, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri i shpërgjigjer akuzave të Partisë Demokratike, të cilat erdhën pas publikimit të intervistës së ish shefit të antidrogës Dritan Zagani, këto dhe të tjera në materialin në brendësi. Duke mbetur gjithmonë tek tema, Samir Mane i futet bujqësisë në faqen 6 dhe 7 artikulli tek tema për sot. Qeveria e pamëshirshme edhe me dashpezën, artikulli në brendësi, një tjetër material, këto dhe të tjera në numrin e ditës së hënë të datës 7 shtator për gazetën Tema. Mirë, ne do të vazhdojmë, vim tani tek Standard për sot. Shohim materialet e gazetës Standard për këtë numër, titulli qendror, edhe një deputet i mazhorancës shkon në qeli. PD-ja deklaron të rrëzojmë, nuk reshtin prangat është materiali kryesor në numrin e sotëm të gazetës Standard në faqen 2, 3 dhe 4, gjithçka i referohet edhe situatës më të fundit në Këshillin e Mandateve, çështjeve të prokurorisë, ngjarjes Laçit dhe dorëzimit të imunitetit. Shënim nga profesor Artan Fuga, kombëtarja më shumë e shqiptarëve se sa e Shqipërisë, artikulli në brendësi. Rama kërcënoi mediat, PD-ja publikon dëshminë e oficerit Dritan Zagani, ministri Tahiri i lidhur me bandat të largohet, publikohet edhe dëshmia nga PD-ja e ish shefit Dritan Zagani, reagon me njerë në Facebook ministri Sajmir Tahiri. Komisioni Europian, masat forta kundër azil kërkuesve, Shqipëria shpallet vend i sigurt origjine nga politika, artikulli në faqen 5. Opinion nga Ndriçim Mehmeti, problematikat e arsimit para universitar me ndarjen e re territoriale.
Reforma në drejtësi nuk mund të bëhet me ata që dhunuan të drejtat dhe liritë e njeriut në diktaturë, shkruan Besim Drejgjoni tek Standart në këtë numër. Veçojmë, në titujt e tjerë projektet rajonale, Prishtina merr 20 milion euro për ekurudhat, Shqipëria asgjë, në faqen 67 nga projektet e Bashkimit Evropian dhe kryesisht materiali në brendësi referohet projektit infrastrukturor për ekurudhat, ku Kosova ka marrë një fond e ndërkaq sipas Standart Shqipëria asgjë. Nga Carlos Lopez, migrimi është pjesë e historisë së njerëzimit, intervista botohet tek Standart në këtë numër. 2 letra për Lazgushin, shkrimi dosier tek Standart, çfarë po ndodhte me betejën e Stalingradit, debati, a ka qenë Kuteli oficeri i nazizmit siç pretendon Kadare, shkrimi trajtohet tek Standart në këtë numër. Për vjetori, Shqipëria dhe Vatikani, 24 vjet, marrëdhënie, artikullin faqen 10 dhe 11. Duke mbetur gjithmonë tek Standart, sot sfida, trajneri Santos i portugezëve, Shqipëria është shumë e vështirë, por duam fitore. Në suplementin mistere, Maria, gruaja 33 vjeçare që është ende fëmijë. Fakte të reja që ufot ekzistojnë, këto dhe të tjera numrin e sotëm të gazetës Standart. Ne jemi tek pasqyra e shtypit, eci mëtej, vim tani tek Telegraf për sot, titulli qendror, ndërmarrjet mbushen me anti-spiun korrupsioni, shkruan kjo e përditshme. Projekt ligji, Ministria e Drejtësisë bën gati vendimin që çdo ndërmarrje me mbi 50 punonjës të ketë nga një spion për korrupsion. Këta persona, projekt ligji quan sinjalizues vullnetar, të cilët do të raportojnë për tenderat e palishëm, nepotizmin, lidhjet korruptive dhe milionat që zhvaten nga zyrtarët, ja institucionet prioritare. Materiali kryesor botohet në gazetën Telegraf për numrin e ditës së sotme. Veçojmë në titujt e tjerë, jemi gjithmonë tek Telegraf për sot, intervista me Eduard Ndocajn, kuvendi proheqjes së mandatit të Prengës. Ndocaj deklaron jam deputet i PDK-s, por aleat i mazhorancës. Flet Vangjel-Tavo, rivalët dhe kundërshtarët politik të Metës, inskenues të përbaltjes dhe shpifjes. Kreu i Aluiznit Durrës, Flamur Gjuzi, qytetarët nuk shlyejnë detyrimet, 3000 dosje rrezikojnë legalizimin. Bashkëjetesa fetare, Edi Rama, paqja e vetme mundësi për të ardhmen, kryegjyshata Odeoni Bektashinve me vlera unikale. Ndershmëria e Hafisa Brikoçit dhe burgu i Spaçit, në faqen 3, 4 dhe 5, gjithçka rreth bashkëjetesës fetare në materialet në brendësi. Për sa i përket problemeve të drejtësisë, jemi gjithmonë tek Telegraf për sot, veçojmë. Zgjerimi i pistës peng i koncesionarëve të Rinasit, Besim Drejgjoni, ambasadori Lu, drejtësia dhe diktatura. Vorjo e Piriotu do të protestojnë para ambasadës në Athinë, materialet të tjera këto të shpërndara në faqet në brendësi tek Telegraf për këtë numër. Shqipëria do të strehojë 75.000 azilant, Bashkimi Evropian do t'i ofroj vendit ton 300 milion euro për pritjen e azilantëve sirian, hapja e 21 zonave të braktisura të ish kampeve të internimit, test për futjen në Europë, në faqen 3, artikulli në brendësi rreth problemit të azilantëve, ku parashikohet edhe një fond sipas Telegraf për pritjen e azilantëve sirian. Sot Shqipëri-Portugali, Sokol Kushta, kombëtarja e meriton Francë 2016, Klodian Duro, ish futbollisti tjetër i kombëtares, ne besojmë në fitoren me Portugalin. Agron Kaja, policia blindon Elbasanin për ndeshjen. Në rubrikën opinion dhe koment, një shkrim nga doktoresh Ina Zhupa në Shqipëri, ku e drejta është privilegj. Një shkrim nga profesor doktor Shahin Leka, lufta për çlirimin e Vlorës, këto dhe të tjera tek Telegraf për numrin e ditës së sotme. Ne do të ecim të jemi gjithmonë tek pasqyra e shtypit, këtu në ditë e re, vim tani tek Mapo për sot. Materiali kryesor i gazetës Mapo i referohet edhe zhvillimeve me deputetin e Partisë Socialiste Armando Prenga. Dosja në kuvend, provat kundër deputetit Prenga, qëlloi me armë paleje, shkruan në kjo e përditshme, pikërisht Mapo. Armando Prenga në dëshminë e tij, partia ime më futi kokën në giotin, po të ishte për të vrarë Gjokcalin, e kisha vrarë në vend se kishte bajonet në dorë. Prokuroria thot se deputeti ka qelluar me një armë paleje, e cila nuk është gjetur ende në vendngjarje, u përdor edhe një kallash. Këshilli i mandateve planon kërkesën e prokurorisë, Prenga të arrestohet. Strazimiri deklaron mazhoranca ka kriminalizuar shtetin, duhet rrëzuar.
në faqen 3, 4 dhe 5, gjithçka rreth dosjes e cila është diskutuar dje në kuvend, në Këshillin e Mandateve dhe të Imuniteteve, dëshmit respektive të Armando Prengës, organit të akuzës, si dhe vendimit të Këshillit Mandateve, në faqen 3, 4 dhe 5 tek Mapo për sot. Akuzat për ministrin Tahiri deklaron shpifje të një oficerin kërkim, Zagani, s'kam frik nga ty dhe kush të vjen pas. PD-ja deklaron Tahirit jep dorëheqjen dhe të hetohet, në faqen 6 artikulli tek Mapo. Emigrimi është pjesë e historisë së njerëzimit. Në komentin e tij, kreu i Komisionit Ekonomik të Kombeve të Bashkuara për Afrikën, Carlos Lopez, heq disa paralele me emigrimin e europianëve përtej oqeanit, eksodit të sotëm të afrikanëve të rinj që i tërheq Europa, në faqen 9 artikulli në brendësi. Për të veçuar në titujt e tjerë, në rubrikën afër dhe larg tek Mapo, Moska vendos kontroll të rrept mbi internetin, një shkrim tek Deutsche Welle botohet sot tek kjo e përditshme. Në titujt e tjerë, kreu i OSHE-s si do të veprohet me 45 miliard lek fatura të pambledhura. Në një intervistë, Ardian Çela, administratori i përgjithshëm e operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike, thotë se kompania është me fitim 4.5 miliard lek në 6 muajt e parë të këtij viti, ndërsa shpjegon se si do të veprohet për mbledhjen e parave të faturave ende të pashlyera. Intervista me kreun e OSHE-s, Ardian Çela, botohet tek Mapo në këtë numër. 4.000 klerik në Tiranë, Papa apel për emigrantët nga Siria, artikullin faqen 14, rreth startit të konferencës treditore, paqja është e mundshme. Në rubrikën OPED, shkrim nga Edison Ypi sot tek Mapo rruga. Një material nga avokat Spartak Ngjela, ç'është ky shteti turpshëm, shkruan avokat Ngjela sot për Mapon, në brendësi edhe gjeneza e plot e komentit të tij. Për studentët tanë të rritur të mitur nga Gilman Bakalli, artikulli tek Mapo në këtë numër. Dhe në suplementin Mapo Studenti, UET Design Club, studentët krijojnë imazhin e universitetit të tyre, shkrimi në faqen 15 dhe 16. Sot, përballja me Cristiano Ronaldo, De Biasi dhe Gashi do të bëjmë maksimumin ndaj portugezëve. Formacioni kuqezi pritet të pësoj pak ndryshime nga ndeshja me Danimarkën. Hysaj sërish jashtë, surpriza mund të jetë Kaçaj. Betejë e Kopenhagenit dhe triumfi i De Biasit nga Irfan Rama, artikulli në brendësi. Këto ishin titujt e së përditshmes Mapo. Ne do të vazhdojmë të do të shkojmë tani tek Gazeta 55 për sot. Materiali kryesor i gazetës 55 për këtë numër, Rama, peshku i madh i krimit, shkruan kjo gazetë. Përgjakja e Laçit nga deputeti edvinist Armando Prenga vërtetoi në formën e saj më të rëndë dhe gjakatare për masat e mëdha të strukturave kriminale që fshihen pas Edi Ramës. Ai konfirmohet si peshku i madh i lagunës së Patokut, simboli i shpërblimit mafioz i varësisë qeveri krim. Për te i lagunës me peshq të vegjël e mesatar, kemi provat e fabrikës kokainës dhe linjës avionit me drogë, si një marrëdhënie simbioz. Sipas kontratës, krimi i siguron Ramës gjithë pushtet, Rama i siguron krimit imunitet, shkrimi tretohet tek 55 në këtë numër. Basha deklaron, ekspert nga agjensitë euroatlantike për të hetuar lidhjet e zyrtarëve të lartë me krimin. Kreu i opozitës në deklaratën e tij, Shqipëria gjendet në një situatë jashtëzakonshme, e cila dikton nevojën për zgjidhje të shpejta dhe të vendosura, artikulli në brendësi. Editorial nga Sali Berisha, ish kryeministri i vendit, në fytyrën e Armando Prengës shohim fytyrën e kreut të qelbësirave e Edi Ramës, materiali trajtohet tek 55. Në titujt e tjerë veçojmë Gens Polo të Doriqe Tahiri, opozita në krah të medjave që publikojnë të vërtetat. Partia Demokratike publikon dëshminë tronditse të oficerit Zagani për lidhjet e ministrit të brendshëm me bandat e drogës. Në brendësi, vëzhgimi, Rama ka ngrënë dhe ka pirë tek restoranti Dashpezës pa kupon tatimor. Vendet arabe justifikohen pse s'pranojnë refugjatët e Siris, një tjetër material. Në gjuhën tonë të bukur shqip, sot nga Mehmet Elezi shkrimi seksi si mace. Papa Francesku nga toka shqiptare mund të nisë të lindë një profeci e re paqe. Paqja, toleranca fetare dhe dialogu do t'jenë kryefjala e takimit të 28 ndërkombëtar për paqen që nisi dje pasdite në Tiranë dhe do të vijojë edhe në datat 7 dhe 8 shtator në përkujtim të 20 vjetorit të përfundimit të luftës së fundit në Ballkan. Deklarata e presidentit Nishani, toleranca fetare, antitezë ndaj terrorizmit. Posta kombëtare amerikane lançon pullën postare Nën Tereza nga Beqir Sina, materiali tek 55 në këtë numër. Dhe në
pjesën dosier, kujtimet e vitit 1924, do na mungosh Dushan, kemi marrë shumë prej teje. Letrat e Hoxhës dhe Xoxhes për Mugoshën, pas largimit të tij nga Shqipëria, materiali botohet tek 55 në rubrikën dosier. Këto ishin titujt e kësaj të përditshme, ne do të ecim më tej, vim tani tek integrimi, organ i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Gazeta Integrimi për numrin e ditës së sotme në këtë fillim jave, marrëveshja për eksportet, Edmond Panariti, prodhimet bujqësore shqiptare së shpejti edhe në Ukrainë. Ministri i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujrave vizit në rajonin e Kharkivit të Ukrainës, merr pjesë në forumin ndërkombëtar mbi nismat inovative dhe investuese, materiali botohet tek Integrimi për sot. Intervista flet Ministria e Integrimit Evropian Klajda Gjosha, me foton qendrore dhe në faqen e parë të kjo gazet, puna për 5 prioritetet e Këshillit të Evropës, kemi treguar përgjegjshmëri për të respektuar standardet dhe afatet. Intervista me Ministren Klajda Gjosha botohet të kjo gazet. Koment nga Erit Metaxas tek Fox News përkthehet dhe përshtatet për gazetën Integrimi, sekreti i madhështisë së Nën Terezës. Një shkrim nga Peter Singer te Project Syndicate, si mund menaxhohet kriza e emigrantëve. Në titujt e tjerë, veçojmë lufta anti-informalitet mirëpresim nismën do të shërënjos një herë mirë korupcionin. Dhomat amerikane dhe britanike të tregtisë dhe të industrisë, artikulli në brendësi. Miratohet kërkesa e prokurorisë për dhënie autorizimi për arrestimin e deputetit Armando Prenga, mblidhet Këshilli për rregulloren, mandatet dhe imunitetin. Papa Francesku, nga Shqipëria mund të lindë një profeci e re paqe. Tirana për 3 ditë kryeqyteti i botës besimtare, vend i paqes dhe harmonisë fetare. Sport, futboll, sot Shqipëri-Portugali. Sonte në mbrëmje në orën 20:45 kuqezinjt luajnë përballë luzitanëve. Fitoria na çon direkt në Francë 2016. Këto ishin titujt e kësaj gazete. Vim tani tek Sport Express, e përditshmja sportive kombëtare, materiali kryesor i gazetës Sport Express për sot, mbrëmja juaj, është titulli që i referohet pikërisht mbrëmjes së sotme dhe jo vetëm të skuadrës, por edhe të gjithë shqiptarëve. Eliminatoret e Euro 2016, Shqipëri-Portugali, sot ora 20:45 në Elbasan Arena. Ëndra nisi të përkundet në Aveiro një vit më parë me golin e Bekim Balajt, ndërsa tifozët presin sot një tjetër dhuratë. Formacioni po i njëjti me Kopenhagenin. Në faqen 2, 3, 4, 5, 6 dhe 7 tek Sport Express, gjithçka rreth ndeshjes së sotme të skuadrës De Biazit. Trajneri i Kuqezi, De Biazi i bindur, duam 3 pikët, Ronaldo kujdes. Italiani bën edhe batut në konferencë, teksa në stërvitjen e fundit ka 12 tifozësh në stadiumin Elbasan Arena. Trajneri Santos i Portugalis, tmerrsisht e vështirë, theksoi ai dje përballë mediave. Flet gashi, stol apo fush, rëndësi ka ekipi. Masat mbi 800 policë shtetërrethim. Llogarit të dytët apo e treta më e mirë, gjithçka në faqet në brendësi. Reportazh tek Sport Express, i paprekshmit CR7, tifozi paguan 400 euro për të fjetur në një kat. Historia e çuditshme e një fëmije që megjithatë në hotelin Sheraton u munduan t'ia ndronin dhomën. Ylli i Realit i ftohtë me tifozët. Euro 2016, Islanda dhe Çekia në Francë, Hollanda thuajse jashtë, ishin titujt që referohen gazetës Sport Express për ditën e sotme dhe që natyrisht pjesën më të madhe e ka për sa i përket ndeshjes së skuadrës përfaqësuese. Vime edhe te gazeta Gol, titulli qendror i referohet edhe ndeshjes së Shqipëri-Portugali. De Biazi nuk do mblidhemi në mbrojtje ndaj Portugalisë, nga deklarata e trajnerit italian. Oliveira, Shqipëria e vështirë, por ne duam rezultat pozitiv. Qendërmbrojtësi 23 vjeçari i Sportingut Lisbonës është risia e Portugalisë në sfidën ndaj Shqipërisë. Ky i fundit është grumbulluar për të zvendësuar Bruno Alveshin, materiali tek Gazeta Gol për sot. Mavra i bën vizitë surprizë kombëtares, mbrojtësi edhe pse i dëmtuar u qëndron pranë kuqezinjve. Trajneri portugez Santos, kualiteti ynë mund të bëjë diferencën. Eliminatoret Euro 2016, frika i kuqezinjve, Cristiano Ronaldo dhe goditjet standarde. Portugalia, flet Coelho, toleruan Francën për të fituar ndaj Shqipërisë. Zëvendës presidenti i Federatës Portugeze të Futbollit është shprehur besim plot për suksesin e mundshëm të portugezëve sot kundër Shqipërisë në Elbasan Arena. Mirë, dhe me titujt e gazetës Gol,
Kemi përfunduar pasqyrën e shtypit për sot, këtu në Ditë e Re në Ora News. Pas pak do të jemi me hapësirën muzikore, mëtej do të nisim bisedën me të ftuarit tanë. Natyrisht do të ndalemi edhe tek dita e sotme specifike edhe për futbollin, por mbi gjitha për një mision kombëtar, luan Shqipëria, luan Kuqezin. Pas pak. Mini helikopter le themi. Ai ishte flamoj me bukën bota albar. Flamoj me bukën bota albar. Flamoj me bukën bota albar. Flamuri më i bukur në botë do të valvitet fuqishëm sot në Elbasan Arena, por jo vetëm, kudo besoj ku ka shqiptar, të cilët do të ndjekin me endje këtë ndeshje të jashtëzakonshme, cila pritet ketë ethet dhe emocionet e duhura, ndërkohë ne do të vazhdojmë edhe do të kemi motivacion në Kuqezi deri në fund të këtij transmetimi, por për momentin le të fokusohemi tek ato informacionet të cilat janë utilitare, janë të rëndësishme në mëngjeset tona, menjëherë pasaj këngë do të shohim bashkë se çfarë ndodh me këmbibin valutore. Ndjekim dhe rikthehemi.
Dollari amerikan blihet me 125 lek dhe shitet me 125.8 lek. Euro blihet me 139.4 lek dhe shitet me 139.9 lek. Poundi britanik blihet me 189.5 lek dhe shitet me 190.2 lek. Jeni japonez blihet me 0.94 lek dhe shitet me 1.05 lek. Franka zviceriane blihet me 128.3 lek dhe shitet me 129 lek. Dhe me qënë se jemi në rrjedhën e informacioneve të rëndësishme të mëngjesit, duke qënë se jemi në një ditë të re, natyrshëm, duam të cilëm të kju herët informacioni që na sjellin yjet për shikimi për gjitha shenjat tona të zodiakut. E ndjekim dhe rikthehemi me të ftuarit ta në studio. Dashi, në dashuri do të keni një shpresë të re, do të ndiheni krenar dhe shumë të dashur. Planetet do t'ju mbështesin më së miri, është ora që të përjetoni qetësinë e shpresuar prej kohësh. Demi, sforcimet dhe sakrificat tuaja do t'jenë të pamjaftueshme për të kapërcyer një situatë të jetë vështirë. Sot do t'jeni konkret në çdo gjë që do të bëni, jeni realist dhe kjo gjë ju bën fitimtar. Binjakët, pendoheni shumë për gjërat që keni bërë në të kaluarën, gjithsesi jepni maksimumin tuaj në marrëdhënien e re që keni krijuar. Përpiquni të ralloni pak duhanin dhe alkoolin. Gaforja, nëse jeni të shqetësuar me partnerin tuaj, duhet të dini se dhe ai ndihet në të njëjtën mënyrë. Duhet të lindni mënjan, krenarin dhe të komunikoni sa më parë me njëri tjetrin. Luani, një objektiv që e keni preferuar gjithmonë do të realizohet shumë shpejt. Punat dhe vuajtjet tuaja do të shpërblehen. Raportet me miq do t'i keni të mira, po ashtu edhe me të afërmit. Virgjëresha, do të ndërroni me sy hapur, ndaj do të bëni të mirë që të ndryshoni diçka në jetën tuaj si në dashuri, ashtu edhe në aspekte të tjera të jetës. Shmangni nxitimin, po ju kthehet në një vezë. Peshorja, sot do të kaloni një ditë të trazuar. Ju duhet mbani veten në kontroll dhe të jeni të qetë dhe veçanërisht shumë të kuptueshëm me të tjerët. Të mirat në jetën tuaj varen nga vetë ju. Akrepi, sot nuk do të ndiheni dhe aq në formë të mirë. Dashuria mund t'ju krijojë probleme të vogla. Izolojeni pak veten për të përjetuar pak relaks dhe energji të reja. Shigjetari, keni nevojë që të qetësoheni dhe të gjeni perspektiva të reja të cilat mund t'ju largojnë nga rutina e përditshme. Edhe pse do të harxhoni, më në fund do të blini diçka që dëshironit prej kohësh. Britsjapi, sqarojeni sa më shpejt gjithçka që mendoni se duhet sqaruar në marrëdhënien tuaj në çift. Sot nuk është dita e duhur për të bërë blerje të mëdha, buzëqeshni ndaj atyre që ju kanë zhgënjyer. Ujori, do të takoni persona të cilët do të jenë në gjendje të ndihmojnë për të zgjidhur shumë probleme. Mërkuri do të jetë planet më me ndikim tek ju sot dhe duke u bërë sa më pozitive. Peshqit,
Jini të kujdesshëm me çdo që do të flisni apo do t'i besoni. Bëni kujdes në gjërat që do të firmosni sot, sepse disa persona do të mundohen të mos jenë aq korrekt. Mund të humbisni shumë gjëra. Mirë, vim në studio, jam me Aleksandër Qipën, koleg, mik, gazetar, faleminderit për prezencën në studio. Mirëmëngjes. Tani në këtë segafredo do sjellim edhe sheqerin, ndoshta është neglizhencë ime, po gjithsesi do ta korrigjoj shumë shpejt të gabim, si në shumë vite që punojmë bashk, apo jo? Po, në pritje të sheqerit do themi. Megjithatë, Sander, faleminderit në këtë start jave, në këtë orë, sepse ne kemi situash rutinë të përditshme, e kemi fituar imunitetin, por zgjimi për shumë kush është edhe i mirë nga një moment, po në krahun tjetër. Është shumë komod, tha Aleksandër, sa po erdhi studio jonë. Kështu që edhe pak se Gafredo edhe i presim. Megjithatë, Sander, me sa ke prekur, ke qenë prezent edhe tek Shqip, një shtator pak i zhurmshëm, shtator aksione shtuar tani edhe zhvillimet e fundit të 2-3 ditëve. Një shtator i cili me sa duket pritshmëritë i ka për të qenë shumë i ashpër. Po, premisat janë të gjitha të tilla, jo vetëm nga episodet dhe ngjarjet e fundit të cilat lidhen me jetën e parlamentit aktual të vendit, por njëkohësisht me një marrëdhënie vërtet problematike të krijuar midis pozitës dhe opozitës së vendit, dhe në veçanti në raportet brenda politikës. Kur them në raportet brenda politikës, kam gjithmonë parasysh marrëdhëniet midis shumicës aktuale në qeverisje, kam parasysh aksionet e forta kundër informalitetit që ka ndërmarrë qeveria e kryeministrit Rama, dhe njëkohësisht një situate problematike që lidhet me ekonominë e vendit dhe me realitetin socio-ekonomik. Megjithatë, ajo çka shpesh paktën debatohet, shikohet në shtyp, duket sikur problemi i dekriminalizimit është arma ku opozita mbahet fort, po shumë fort. Teza me cilën po i shkon deri në fund nuk përton asnjë moment, ndoshta s'poston agjendat të tjera dhe këtu i mbahet shumë fort. Në fakt po ja del opozita që jo vetëm ta fusë në agjendë çështjen e procesin e dekriminalizimit, por të se ndërtoj edhe një perceptim i cili duket sikur çështja e kriminalizimit dhe dekriminalizimit është një problem që prek më shumti shumicën, ndërkohë që në vetvete çështja e dekriminalizimit është një proces shumë kompleks që lidhet me gjithë tranzicionin e shoqërisë shqiptare, është një proces i cili ka prekur në mënyrë të drejtë për së drejtë i politikbërjen e këtij vendi dhe në mënyrë të veçantë ka shkatruar atë që unë doja ta quaja hierarkinë e vlerave brenda elitës politike ose klasës politike. Në kushtet e sotme, në këtë përmbajtje që dëshmon klasa jonë politike, nuk ka tralltuar edhe atë që ne do ta quanim pretendimin për të pasur klasin e saj, por nga ana tjetër edhe përmbajtjen e nocionit elit. Kështu që ky është një proces shumë kompleks, nënkupton së pari rikthimin e parimit të demokracisë së përfaqësimit dhe të meritokracisë së përfaqësimit në jetën politike të vendit, dhe së dyti rikthimin e rregullave dhe normave që kanë të bëjnë me partitokracinë shqiptare. Pra, në një farë mënyre ka luhatje dhe tronitje të themeleve, nëse vërtet ky proces do të kryej 100% ashtu siç duaj, apo jo? Ky nuk është një proces që penalizon një palë dhe i jep protagonizmin e sipërmarrjes palës tjetër. Ky është një proces që i përfshin të gjitha palët që janë në spektrin politik të vendit dhe në një këndvështrim sipas meje, është një proces që nëse do të realizohet dhe do të kryet, nuk përjashton asnjë nga elementet partitokratike të vendit, që do të thotë i përfshin të gjitha partitë dhe rikthen kriteret e përfaqësimit politik në jetën politike të vendit. Kjo duket utopi në planin e parë dhe shumë e vështirë, por mënyrën se si do t'i bashkoj të dy palët antagoniste, në rastin konkret pozitën dhe opozitën në këtë çështje, e cila duket si e përjashtuar, duke qenë se ngrin zërin edhe lufton fort me këtë. Shtuquetura periudhë e tranzicionit na ka mbarsur vetëm me skepticizëm se mund të kryen dhe mund të delet një proces i tillë kaq i vështirë. Megjithatë, le të shpresojmë. Palët gjithmonë na kanë gënjur dhe ne gjithmonë përkohësisht kemi bërë siguri, kemi besuar dhe menjëherë pastaj kemi qenë po kaq skeptik. Megjithatë, Sander, gjithmonë her pas here, të paktën në këto 2 vite,
edhe në mënyrën analitike, nuk di nëse ka qenë kontent i shkrimeve tuaja, është përmendur pikërisht fakti i mungesës agjendës për opozitën. Duket sikur këtë e ka në të vërtet kartën më të fortë, ju thatë që po ja del një farë kartën më të fortë ku mbahet agenda opozitare së djathtas, duke qenë se ra nocioni zgjedhjeve të bëra, problemet e tjera që lidhen me aspektin socio-ekonomik të vendit, por karta e dekriminalizimit duket sikur po mbahet fort dhe është një diçka që e udhëheq si aspekt agjende. Do të ishte shumë i gabuar koncepti që procesi i dekriminalizimit mund të lidhet me 11, 10, 12 apo 20 persona të cilët gjenden në parlamentin aktual të vendit. Ky perceptim është shumë populist dhe shumë i gabuar. Procesi i dekriminalizimit nënkupton një proces që përfshin gjithë instrumentet politikbërës të vendit, përfshin gjithë përfaqësimin, normat e përfaqësimit dhe elementet që janë të përfaqësimit të jetës publike, të jetës institucionale dhe jetës politike të vendit. Dhe mbi të gjitha, nënkupton rikthimin e normave të demokracisë, së përfaqësimit dhe të meritokracisë. Ky është një problem të cilin me sa shoh oratorët e opozitës nuk po e shtrojnë në këtë mënyrë, por merren në mënyrë të drejtë për drejtë me individ dhe përfaqësues nominal të parlamentit. Ky nuk është një proces që mund të ndodhë në këtë mënyrë. Palët politike deri tani e kanë në rrafshin oratorik dhe politik çështjen. Më kanë depozituar një draft, Po, por është një draft i cili është depozituar nga opozita dhe natyrisht nuk është shprehur shumica. Dhe sipas të gjitha gjasave, ky draft do të përfundojë ashtu siç kemi pasur dhe kemi soditur debatet për çështjet e amendimeve ligjore, për çështjet të ndryshme që kanë të bëjnë me koncesionet, për aspektet tjera që kanë paraprirë diskutimet për kushtetutën etj. Dhe kjo është një mënyrë jo fort produktive dhe efektive për atë çka mund të presë opinioni publik. Ndërkohë që në debatin publik kemi vërtet një kaos të fuqishëm dhe shkrijuar një perceptim sikur çdo gjë këtu është e pabëshme dhe mbi të gjitha po shkaktohet intensiteti i një depresioni kolektiv dhe të shoqërisë. Është vërtet një situatë shumë kaotike, e cila nuk ndihmohet nga këta politikbërës dhe nuk orientohet drejt asaj që mund të konsiderohet rikthimi i standardit të dominimit të ligjit mbi gjithë kënd dhe mbi çdo kënd. Kjo gjë, edhe pse thuhet nga kryeministri, edhe pse thuhet, është një protagonizëm që nuk ngjiz, që nuk shkon aty ku duhet. Institucionet tek ne janë infatile, janë institucione që nuk kanë protagonizmin e vendimmarrjes institucionale. Po ta shikosh, kemi 2 vjet që kjo shumicë po konsumon mandatin e saj, nuk po ja del të fusë në hullinë e vet reformën për drejtësinë. Nga ana tjetër, në këtë pretendim që kanë palët politike për vonesën dhe për pengimin e reformës për drejtësisë, institucionet e drejtësisë janë në atë gjendje që kanë qenë edhe para 2 apo 3 apo 4 vjetësh. Kështu që ky stagnacion institucional në korpusin kryesor të administrimit të jetës ligjore dhe institucionale të vendit, që është drejtësia, nuk funksionon, atëherë ç'mund të presësh? Ekzekutivi i përballur me një ton të lartë politik, jo vetëm nga opozita, por edhe nga aktorët e tjerë të pakënaqur brenda së majtës së përfaqësuar. Në rastin konkret e majtë e përfaqësuar nënkuptoi ata socialistë që janë më kritik shpesh se sa vetë opozita në raportet me kualitetin qeverisës. Dhe ky është një element tjetër që e plotëson këtë anarki, këtë kaos të debatit publik në Shqipëri. Dikush do të thoshte starti një konsumi të shpejtë. Po, dhe nga ana tjetër, kjo e mban qeverinë, sikur është, po e themi, një element që ka ambicien për të bërë një reformë, por duket se nuk është në atë që quhet respektimi i rendit të gjërave. Sepse vërtet luftohet informaliteti, por nga ana tjetër ka akuza publike për, po themi, për mosarritjen e treguesve në dogana dhe në tatime, që të cilat lënë të nënkuptohet, jo në mënyrë eufemike, por në mënyrë të drejtë për drejtë, prezencën e një evazioni fiskal apo qoftë edhe të kontrabandës. Të gjitha këto janë akuza që në perceptimin publik ngjizin shumë dhe që praktikisht në detyrimin që kanë ata përfaqësues për ta sqaruar dhe për dhënë llogaridhënie, ata janë në një vokacion shumë të pamjaftueshëm për të përballur me këtë perceptim që krijohet. Dhe mendoj që kjo është çështja më e rëndësishme
që duhet të realizoj shumica aktuale në qeverisje. Bindje në opinionit publik se ku qëndron e drejta dhe ku qëndron përgojimi, bindjen e opinionit publik dhe të elektoratit që është realizuar në këtë 2 vjetësh kjo pjesë e programit dhe kam mbetur e parealizuar kjo, dhe nga ana tjetër të risjell atë që ne konsiderojmë logjikën e fakteve. Pra, për të krijuar këtë bindje, i bie që të shmangësh disa autogola të ndodhur. Natyrisht. Se kanë ndodhur disa autogola. Jo vetëm disa, janë disa të cilat po e shembin imazhin e shumicës. Dhe kujdestaria e kësaj shumice në qeverisje për imazhin e vet ka qenë, mendoj unë, në kuotën më të ulët, lë për shumë për të dëshiruar. Por në krahun tjetër, fakti është që edhe duke parë, u kryen gjitha procedurat, reagimi është shumë i rëndë që vjen nga opozita. I referojmë deklaratave djeshme, u mblodh Këshilli i Mandateve, doli në një qendrim Partia Socialiste, doli në rrjetin social kryeministri për rastin më të fundit në Laç, po reagimi që vjen nga opozita, ka qenë një tezë e saj, po është shumë i rëndë edhe në vokabular. Në fakt, opozita e djathtë nuk është se po ikën nga vetvetja në këtë plan. Është brenda leksikut vet, është brenda gjuhës patetike dhe shpeshherë edhe të ashpër të vet. Kjo është natyra tipologjike e politikbërjes së saj, dhe kjo është e njohur. Zoti Basha ka sjell një kuotë të re të komunikimit, natyrisht në leksikun e tij nuk është kjo gjuhë kaq e ashpër. Është zoti Berisha që mbetet protagonisti kryesor i opozitarizmit politik. Lexova në një gazetë kreu i qelbësirave, gjëra të tilla domethënë që japin lën një konotacion jo të mirë. Po është rikthimi i një lloji shprehje që është përdorur gjatë kohës kur e Majta ishte në opozitë dhe Djata ishte në qeveri. Ata gjithmonë gatuajnë me të njëjtën gjuhë, me të njëjtin material gjuhësor dhe kjo është e keqja e këtij vendi. Prandaj dhe agresiviteti i muajit shtator, siç e tham në fillim të kësaj bisede, është i paralajmëruar për shkak të kësaj gjuhe, për shkak të këtij fjalori dhe natyrisht për shkak edhe të protagonistëve të ndenjur të jetës. Okej, bëjmë një shkëputje publicitare, vim pas pak jemi me Aleksandër Çipën, opinionist, gazetar, pas pak themi sërish tonë ditë e re. Kthehemi në studio në ditë e re për këtë start me Aleksandër Çipën, vazhdojmë edhe pak bisedën, pak më vonë shikon futboll Sandri, se ka një pak e di, vetëm ma jep busqeshjen kurseje derisa të mbaroj. Fakti është që në momentet kur luan kombëtarja, duket që tashmë ka marrë paktën jeta e kryeqytetit dhe agenda merr një tjetër ritëm. Të gjithë duan të shkojnë në stadium, paguajnë çmime të çmendura për bilet, mund ta shohin edhe në televizor, por nëse ajo dëshira e madhe. Unë i përkas përjashtimit. E qartë. Pas ka dhe raste kështu përjashtuese. Në një farë mënyre. Megjithatë për të kthyer pak tek biseda. Fakti është që përmendëm shumë disa çështje, por mos në fokusin tënd do neglizhohet pak ose është lënë pak në distancë reforma në drejtësi, duke qenë se është ky problemi tashmë i dekriminalizimit lançuar nga opozita, çështja e azilit, problemi i informalitetit, çështje të ndryshme që duket sikur kanë spostuar pak atë shtatorin e bujshëm që lançonte shumë kryeministri. Kjo çështje e reformës në drejtësi në Shqipëri është bashkëton me paradoksin, sepse praktikisht pretendimin për ta realizuar dhe për ta marrë këtë protagonizmin për ta marrë drejtësinë e kanë mëkatarët që natyrisht duhet të kenë probleme me drejtësinë dhe janë politikbërësit dhe qeverisësit e këtij vendi. Dhe sot janë tripalë në nevojën për të arritur konsensusin për drejtësinë. Pala e parë është qeverisja e cila është me 2 krerë, është LSI-ja dhe është DPS-ja, dhe pala e tretë është pala që përfaqëson opozitën, e cila ka një ndikim të drejtë për drejtë të deritanishëm mbi drejtuesit dhe sidomos mbi sistemin e drejtësisë. Po sikur kanë ndryshuar ato vendet e prioritetet. Nuk kanë ndryshuar. Ju e keni vënë re se sa opozitarizëm ka në raportet midis presidentit të Republikës në cilësinë e drejtuesit kreut të KLD-s, Këshillit Lart të Drejtësisë. Ka një mospërputhje, është një marrëdhënie gati antagoniste. Shpeshherë të duket sikur te i kalon edhe marrëdhëniet pozit-opozit, një marrëdhënie. Dhe është një lloj, le të themi, stepjeje që kanë nga vetë përfaqësuesit e sistemit të drejtësisë. Dhe këtu kam parasysh gjyqësorin, prokurorin dhe segmentet e tjera që formojnë sistemin e drejtësisë.
Në këtë mënyrë dhe kjo qasje që është e deri tanishme për reformën për drejtësinë, duket sikur është pista e bllokimit dhe e zvarritjes së reformës për drejtësinë. Natyrisht shumica aktuale në qeverisje është shprehur që tashmë periudha e marrjes përsipër të realizimit të drejtësisë është e pashmangshme dhe do të kryet, mirëpo do të kryet një lloj reforme e njëanshme apo do të kemi riciklimin e një konflikti për shkak të drejtësisë midis palëve politike. Sipas të gjitha shanseve, duket se mund të ndodhë kjo e fundit. Kjo që ka ndodhur ka herë në gjithë harkun kohor të ashtu quajturit tranzicion. Dhe në vetvete, paketa apo le të themi drafti që opozita ka paraqitur për çështjen e dekriminalizimit, që në një këndvështrim kjo duhet parë brenda nevojës për reformën për drejtësinë dhe nuk mund të bëhet si mballom, si një pjesë e shkëputur nga kjo gjë, se procesi i dekriminalizimit bashkëjeton me procesin e reformimit të drejtësisë, sistemit të drejtësisë. Nëse palët politike këtë çështje do ta shikojnë në mënyrë të shkëputur, me hallka të shkëputura, atëherë nuk do të kemi gjë tjetër, do të kemi një gjë që do të jetë amorfe dhe një proces i cili do të përdoret thjesht për konjunkturat e politikës së ditës dhe për interesat meskine të politikë bërëse. Në atë, ndoshta në një prognozë timen me sa shoh, lexoj titujt dhe përcjell dhe bisedat, është një proces i do të shkojë shumë gjatë. Nëse reforma në arsim i kaloi 2 vjet, reforma në drejtësi mund ta ketë atë presionin dhe presingun ndërkombëtar, po mendoj që do të shkojë gjatë. Çelësi i kësaj qëndron tek ajo që shpesh avokat Ngjela e përmend, natyrisht dhe në rrafshin politik, por edhe në planin institucional. Tek ne mbahet peng sistemi, nuk funksionon sistemi. Adaptohet, përshtatet sistemi për shkak të interesave ditore të politikë bërësve dhe nuk i nënshtrohet politikë bërësi sistemit. Dhe përshtatja e sistemit, prishja dhe zhbërja e tij bën të mundur që vetë Republika në konceptin institucional të fjalës të jetë e paqëndrueshme, të jetë shpesh ligji të jetë i përdorur dhe të jetë plastelin, dhe mos jetë ligji ai që detyron dhe imponon rregullatori. Pra duket si një mbajtje peng me dëshirë, le të themi, nga përfaqësues dhe instancat kryesore që e kanë në dorë, apo jo? Ky është diabolizëm i lexuar lehtësisht prej klasës politike dhe prej qeverisës vetë, cilët të riciklohen, apo qoftë edhe... Pra ka vetëm argumente, vetëm fjalë në këtë rast asgjë konkrete. Sandri, të paktën në një kohë gjatë bashkëpunimi, por edhe për te bashkëpunimit, sigur më duhet ta zbus, ndoshta duhet për një memorie duhet ta kesh të japin gjithmonë atë vëmendjen e dur titujt e gazetës Koha Jon. Sepse kam përshtypjen është gjithmonë zoti Lesi aty prezent. Edhe në pjesën e parë, paktën, që tek fonti. Jo tek titujt e Kohës Jon më japin të kuptojnë që nuk ka humbur kur ai që i bën titujt e Kohës Jon. Dhe batuta më e fundit, ti besoj duhet të kesh shumë në përmend, kam përshtypjen. Duhet të kesh shumë. Nëse mund të pyes ty, mund të pyes Antonin, mund të pyes Mozën, duhet të kenë shumë batuta të cilat vërvin her pas here, se Nikola nuk shteron. E rëndësishme është që ai gjithmonë kur ju e kërkoni, ai është gjithmonë në një takim me ndërkombëtarët. Kjo është gjithmonë. Është e pashmangshme. Është e pashmangshme. Është në një takim me ndërkombëtarët. Edhe kjo është e rëndësishme. Mirë, kjo për sa i përket bisedës me Sandrin, Aleksandër Qiba, opinionist, gjeni shpeshherë me shkrimet e tij te Gazeta Shqip, por edhe në formatet e ndryshme politike. Koleg gazetar, faleminderit Sandri për këtë prezencë në studio në mëngjes, në fillim jave, ne do të shkojmë në hapësirën muzikore të radhës dhe do të ndalemi në minutat në vijim me personazhe të tjerë që referohen kryesisht edhe ndeshjes. Paktën është dita e sotme dhe t'i japim hapësirën e duhur, jo thjesht sepse prej vitesh unë kam mbuluar sportin dhe vazhdoj ta bëj, por fakt është dita kombëtare. Prezenca është e madhe, forcat e sigurisë janë maksimale, është një test përpara ndeshjes me Serbin, ta themi këtë sepse është një test shtetëror. Problematika e mundshme mbi të gjitha, sepse pas një muaji vjen Serbia dhe një farë mënyre ne do të bëjmë komplet inversin asaj çka ndodhi në Beograd. Shkojmë në hapësirën muzikore dhe kthehemi pas pak. Mi dispiace, devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui, che promette e poi non cambia mai. Strani amori mettono nei
dimenticando che sia libero, con il cuore nello stomaco, un gomitolo nell'angolo, lì da sola, dentro un brivido, ma perché lui non c'è e sono strani amori che fanno crescere e sorridere fra le lacrime. Quante pagine lì da scrivere, sogni e lividi da dividere. Sono amori che spesso a questa età si confondono dentro a quest'anima che si interroga senza decidere se è un amore che fa per noi. Quante notti perse a piangere, rileggendo quelle lettere che tu non riesci più a buttare via dal labirinto della nostalgia. Grandi amori che finiscono, ma perché restano nel cuore. Strani amori che vanno e vengono nei pensieri che li nascondono. Storie vere che ci appartengono, ma si lasciano come noi. Strani amori fragili, prigionieri, liberi. Strani amori vengono da noi e siamo noi. Strani amori mi dispiace, devo andare via. Questa volta l'ho promesso a me, perché ho voglia di un amore vero senza te. Dhe në fakt, startin sot e kemi patur kuqezi me këngë dedikuar, le të themi, dhe misionit kombëtar në lidhje me ndeshjen e mbrëmjes së sotme. Kemi zbutur paksa me Laura Pausini dhe muzikë italiane për të qenë sërish kuqezi deri në fund të këtij transmetimi. Dhe në fakt të tërë dita do të jetë kështu deri në mbrëmje. Megjithatë nuk mund zhvendosim nga vëmendja dhe interesin, le të themi, dhe tifozërinë që një pjesë e madhe shqiptarëve kanë për Cristiano Ronaldo. Sigurisht një dëshirë e madhe që do të shihet mbi fushën e gjelbërt në Elbasan Arena. Megjithatë, ne kemi dashur ta paksa në të gjitha të që ai ka dhuruar prej vitesh në sportin botëror, një material i cili dedikohet pikërisht këtij personazhi. Shohim bashkë Cristiano Ronaldo. Goes for goal! Fans on the edge of the seat. Ronaldo! Cristiano Ronaldo është fëmija i 4 i çiftit Aviero. Mamaja e tij, Maria Dolores dos Santos, ishte një guzhinjere në qytetin e vogël Madeira të Portugalisë dhe punonte shumë për të rritur 3 fëmijët e saj. Të njëjtën gjë bënte edhe babai i CR7, José Diniz Aviero, një barçevan në bashkinë e qytetit. Kur Maria ishte shtatzan me Ronaldo, ajo donte të aportonte, sepse të ardhurat nuk i mjaftonin për të rritur një fëmijë tjetër. Por pas këshillave të një pasnjëshme me mjekët,
dhe me disa miq të ngushtë, arritin përfundimin që ta mbaj fëmijën, të cilin pas lindjes e quajtën Cristiano, pikërisht sepse ai kishte shpëtuar abortin. Në fakt, emri i tij plot është Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro dhe është lindur në Madeira në datën 5 shkurt 1985. Ronaldo që kur ishte 8 vjeç luante në klubin Andorina dhe së bashku me baban e tij stërviteshin çdo ditë. Babai në atë kohë vendosi që të bënin një udhëtim tridhitor dhe vajtën te Sportingu i Lisbonës. Atje e pëlqyen menjëherë dhe I ofruan një kontratë, duke e futur në Akademinë e Sportingut. Ai u bë I vetmi lojtar në historinë e klubit, I cili luajti brenda një sezoni me U16, U17, U18, ekipin B të Sportingut dhe përfundoi në ekipin e parë. Por drejtuesit e Sportingut befasohen kur djaloshi ka probleme kardiake. Ata marrin një autorizim posaçëm nga nëna e tij dhe e shtrojnë në spital për operacion. Ndërhyrja bëhet me rreze laser dhe pas disa ditësh pushim, Cristiano rikthehet sërish në stërvitje. Në 2003, pas një ndeshje miqësore të Manchester United dhe Sporting Lisbon, Ronaldo zhvillon një pjesë të parë të pabesueshme. Neville, Giggs dhe Scholes shkojnë dhe I thonë gjyshit Ferguson, profesora e pe, nuk e mbanin dot, ishte I jashtëzakonshëm. Dhe Sir Alex Ferguson, pasi darkon me portugezin, e pyet, a je gati për Old Trafford? Po është përgjigja. Në rregull, 15 milion euro shkojnë për Sportingun e Lisbonës dhe djaloshi zbarkon në ishull. Një vit më parë ishte Arsene Wenger, I cili donte ta rrëmbente talentin, por e gjithë kjo histori mbeti vetëm një tratativ. Cristiano në Angli shënon pafund, po merr dhe faneler me numrin 7, pikërisht nga David Beckham. The new shining hope at Old Trafford. One of the most expensive teenagers in the game at £12 million. Duket se hyjet e fushës dhe botës së reklamave kanë gjetur idealisht njëri tjetrin për të mos e lënë fanelën diku tjetër. Me një trup të skalitur futbollisti dhe një gjatësi 1.85, Ronaldo bëhet kopertina e shumë revistave dhe përfitues I shumë reklamave të fuqishme planetare. Në vitin 2009, ai bëhet futbollisti më I shtrenjtë në planet, duke kaluar nga Manchester United te Real Madrid për shumën e 94 milionë eurove. Ronaldo është fituesi 3 topave të artë dhe shumë trofeve individual. Ka fituar Champions League me Manchester United. Të njëjtën gjë ka bërë dhe me Real Madridin në 2014. Për Portugalin ka luajtur 120 ndeshje, ka shënuar 50 gola. Për United ka luajtur 196 ndeshje dhe ka shënuar 84 gola. Ndërkohë për Galaktikët dhe Real Madrid ka statistikat më të mira. Në 202 performanca ka shënuar 225 gola. Por në epokën e tij ka një kundërshtar të madh, Leo Messi. Për portugezin, ky është problemi më I madh në botën e futbollit, por dhe fati më I keq, sepse ka përballë një përbindës të vërtetë. Mirë, kthehemi në studio pa një profil të Cristiano Ronaldos. E lëm Cristianon, ka punë sot për të bërë, kam për të mbajtur, flasim pak në skuadrën përfaqësuese, por ai është edhe rreziku kryesor, apo edhe I shumë kërkuari, si kundër ndodhi dje në hotel Sheraton, madje gazetat thoshin që një djalë kishte arritur të prenotonte edhe një dhomë. Po prapë mendje madhe Ronaldo. Deri në 400 euro në njëjtin kat, thjesht për ta asistuar, për ta takuar, për tu përballur, por në një farë mënyrë I përket faktit që është lojtari më I mirë në botë ose një nga një pjesë e quajnë këtë, një pjesë shumica duan Mesin. Në botë, ne kemi flamurin më të bukur në botë. Yes, po, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Mirë, kemi Trevisën, e cila është tifoze Partizanit, por është tifoze ngjyrave të Partizanit, shtoi edhe kuqen, po dhe Zezën, kuqezi, Trevisa Tufa, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit se erdhe. E ka ardhur me këtë kuqezi me firmat e gjithë lojtarëve, është një sinifikativ, një domethënie shumë e madhe, kam dhënë këtë bluzën, të mungon. Të gjithë në mbrëmje do ta vazhdon. Kam përshtypjen që t'jep më shumë po ka I satisfakcion sa fitoria e Partizanit edhe një fitore e kombëtares. Normalisht, madje edhe më shumë, se është kombëtarja, do të mbështetur akoma më shumë. Akoma më shumë. Gentian Kelmendi është një tifoz nga grupimi fantastik, tifozat kuqezi vjen nga Peja dhe sot do t'jetë prezent bashkë me shumë shok në Elbasan Arena.
Gent, mirëmëngjes. Mirë se erdhe, Gent. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Motivet vërtet agenti, me qeleshën në kokë, me shallin apo jo, i cili është motivacioni fort. Përpiqemi të bëjmë një skenografi dhe këtu faktë që qeleshja ka qenë edhe prezente në Kopenhagen, nuk dia ishe. Jo, nuk isha në Kopenhagen, ishin gjithë shoktanë që jetojnë jashtë dhe brenda territorit shqiptar. Ka qenë emocioni veçantë, e kemi pushtu edhe Kopenhagenin si gjitha qytetet e tjera ku kemi luajtur jashtë vendit. Megjithatë, qeleshja e cila ka qenë një test edhe në ndeshjen me Armenin, thuaj se në gjithë stadiumin në Armeni, gjithë prezent në stadium kanë vënë nga një qeleshje në kokë. Unë nuk isha, as ti nuk isha, kam përshtypjen se e di ke qenë transmetim të nesërmen, por fakti është që ishte një domethënie shumë e mirë për dekorin e stadiumit do të bëhet dhe sot ishte edhe në Kopenhagen. Trevisa, më shuaj një kurështje sa i ndjek ndeshjet e skuadrës përfaqësuese, ato të Partizanit nuk të pyes sepse nuk mungon asnjë ndeshje. E kërkon Partizani vetë Trevisa, meqenëse është nga të paktat femra për të qenë aty. I duhet Partizanit edhe një suport femëror. Pikërisht. Kombëtarja, sa e ndjek, sa mundesh koha e tjera, sa herë vjen? Mundohem të ndjek gjithmonë, pak në televizion, ndërsa në stadium nuk kam pasur mundësi, sepse babi nuk më lë, se zakonisht ndeshjet janë bërë në Elbasan Arena dhe e vogël akoma. Tani do bëjmë një kompromis me babin edhe në ndeshjet tjera dhe në organizimin, tani duhet të shkojmë, sepse edhe Stella do niset një dite, po dhe një grup tjetër dhe u krye, u mor leja. Nëse edhe mund ta marrun përsipër, ta marr këtë leje në aspektin që t'jesh një ditë stadium, sepse t'jep edhe një ndjesi tjetër. Sigurisht. Me prezencën e femrave, stadiumet janë bërë edhe më të zjarrta, kështu që madje t'jesh e bindur për një se në ndeshjen me Serbin, kam përshtypjen nuk di do ketë pak kosto Gent, në ndeshjen me Serbin, frika është prezente dhe do të ketë sa më shumë femra dhe sa më shumë fëmijë. Unë dua të shkoj shumë, shpresoj të gjej bilet. Bilet deri atëherë. Po për kohë tani je në kohë. Edhe në kohë. Gent, çfarë ndodh? Prej kaq kohësh, grupimi juaj bën shumë vite, afër kombëtares, duket sikur jeni, jo duket sikur jeni, po jeni lojtari i 12. Po. Duke fillu nga në fund viti 2003, kur është themelu dhe zyrtarisht ka dalë në vitin 2004, ne kemi qenë të gjitha ndeshjet qoftë miqësore dhe qoftë ndeshjet për kualifikimet botërore ose evropian. Është mënyre e tesës, është ndjenjë e brendshme që buron edhe nga rrënjët familjare tona në cilat jemi rritë. Unë për vetën time nga 99 e për qielli kombëtare, ka qenë ndeshja me Slovenin që e kemi humbë dhe me Norvegjin, po është një grupim që thjesht është ushqimi, për mua është ushqimi më i mirë i shqiptarëve sot për sot. Në dhe ndër vite, kur kemi qenë në për stadiume, ka qenë tem tabu me shku me dresa, me të organizume dhe edhe ka pas raste kur ka ndalë edhe nga ndërtesat në Tiranë, ka ndodhë një rast në ndeshjen me Serbin, edhe ishim duke ikë në stadium me gjithë shunat edhe ishim duke këndu këngën për më mëdhen, kanë dalë një dy të moshuara dhe kanë qajtë për anesh, me atë mendimin që pas ka njerë që e duan këtë vend dhe pas ka njerë që bëjmë për këtë vend. Shtu që ne si grupim, që nga themelimi jemi ata që vetë financohemi edhe nga jo kohë nuk ju kemi ndo asë një ndeshje të kombëtarës, e bëjmë me shumë dëshirë dhe është forme jetesës. është një angazhim vetë, duhet thënë, të kesh kohën, të kesh penzimet, apo jo? Gjitha janë një detaj nga ndeshja e fundit. Sali Shala është përfaqësues i anit, tash është edhe në kryesit të tifozave. E kam bërë një flamur shumë të madh, që u hap në Kopenhag. Dhe e njofton policia, thotë se s'mund ta futësh se mund të merr flak. Dhe e marrin një vaj antizjarr dhe lyen me të dhe në fund në stadium do thonë valon flamuri. Do thonë janë përpjekje kolosale që nuk shifen edhe nuk janë gjitha janë në prapasken dhe kanë kosto. Kanë kosto. Edhe gjitha përballohen prej kaq kohësh. Megjithatë më shkoi një kurështje. I shkon më shumë Trevisës me fanella Partizanit? Po, me Partizan e kanë pasur këtë bërë tifo. Ka ardhur Partizanin me fanell apo fanella kombëtares? Po nga që e kanë parë gjithmonë me të kuqe Trevisën dhe i shkon me kuqe, sido që tjetë. Edhe ty të shkon bluja, po sot jemi në ngjyrat kombëtare. Nga që do t'isha e kuqe në darkë, dje që ishe Trevisa në mëngjes këtu me të kuqe. Edhe kjo, do ta nxjerrësh ndeshjen Barazim, unë e kuptoj, gjithmonë. Megjithatë, Trevisa fakti që të duket ta jep përshtypjen paktën edhe me
shoqet në rrjetet sociale me bisedat që bën që duket sikur tashmë kur ulesh për të parë kombëtare nuk ka më frikë, ka një besim më shumë, domethënë nuk ka më frikë do psojmë gol, do na mundin, sikur është kthyer një lloj besimi. Tani kur ulemi me që të shohim kombëtare, ne jemi këtu do fitojmë, sepse është rritur besimi goxha ndjeshëm vitet e fundit. Paktën këto 2 vjet që kanë qenë eliminatoret, jemi me shpresën që do shkojmë në Francë 2016. Dhe shpresoj shumë që do bëhet, do realizohet kjo gjë, që do shkojmë në Francë. Po nuk do të mungoja në Elbasan, në një farë mënyrë. Megjithatë nuk ka problem. Paktën me Serbin do ikë. Do t'ikësh. E kam lejen për këtë. E ka lejen, se është me shumë patriotizëm. Revista, në fakt, ke nisur si fillim të ndjekësh ndeshjet e kombëtares, apo fillove të ishe një fanse e Partizanit dhe më pas fillove të ndjekësh apasapi edhe të gjitha këto përballjet e kombëtares më pas? Gjithmonë kam parë futboll që e të vogël, por ndeshja parë ka qenë e Partizanit. E Partizanit, ishte dashuria e parë, pastaj fillove të ndjekësh Shqipërinë apasapi. Po, normal. Partizani i cili mbetet, do të kemi kohë gjatë për Partizanin deri në fund. Megjithatë, Gent, çfarë është parashikuar për sot? Përpara se të ngacmoj në pjesën tjetër për gjëra tjera, çfarë keni parashikuar në diçka interesante për sot në Elbasan? Ne zakonisht para çdo ndeshje përgatitemi, organizohemi, edhe në këtë ndeshje do ketë surpriza si zakonisht, do ketë materiale që do hapen në stadion, gjithmonë në përkraje çunave. Mendoj që pjesa e rezultatit është intriguese, po edhe nuk futemi shumë në atë pjesën, ne jemi tifoza e biles në një status që e kemi shkru, është 10-0 ti me humbë prap zemrën time mu ma shkund. Në më thonë që nuk është çështje në fitore dhe në humbje, ne jemi prapa kombëtarës, tek e fundit është kombëtarja jonë, në çfarë do rezultati, po se përkram ne, kush do ta përkram. Dhe humbje ka edhe nga skuadrat e mëdha, kështu që po, edhe Brazili humbi 7-1 nga Gjermania në botror, po prap. Ky slogani është shumë interesant, po nuk e di sa do t'i përmbajeni deri në fund. Tani kombëtarja nuk është në nivelet humbasi 10-0, por edhe po të humbasi, nuk di sa do jeni aty për ta mirëkuptuar dhe humbjen. Ju ndoshta po pjesa tjetër jam skeptik. Unë gjithmonë flas për tifozat QQZ, kemi shku dhe në ndeshje miqësore, ndeshje me Maltë, ndeshje me ekipe shumë inferiore, ta themi. Domethënë nuk është, kjo është formë, mënyra qysh ne funksionojmë, mënyra qysh ne jetojmë. Kombëtarja kudo që luan, ne përkrajmë edhe shpresat, unë istenishat, edhe çdo sportist, po kombëtarja është sinonim edhe është. Sa vetë do jeni sot? Paktën në plus minus? Sot rreth 2000 për shkak të organizimi që kemi. 2000 vetë në Elbasan, grupimi juaj. Ne mund të jemi edhe 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000. Po problemi është te biletat, problemi është te organizimi brendshëm, që ne brenda sezonit kualifikus nuk pranojmë mbi 3.500 vetë. A mund të ketë një kartë antarësimi për Trevisën, për shembull, për tifozët? Nga sezoni i ri, po. Sepse na që në fillim të sezoni 3, fillojmë me antarësime. Ju pranoni vetëm të Partizanit, të Tiranës jo. Ashtë prirë të ngjyrave. Megjithatë, keni pasur problematik biletash? Jo, nuk kemi pas. Ne e bëjmë një listë, e dorëzojmë në federat dhe pastaj federata na përgjigjet. Ne edhe në ndeshjen me Serbin do kemi takime, besoj që do kemi takime me federatën, është ndeshje shumë e ndjeshme dhe unë flas në emrin e tifozave QQZ që çdo njeri nga ne do jetë polic në fund za atë ditë. Do vim aty, është shumë e rëndësishme. Shkojmë në publicitet, jam me Gentin, tifoz që vjen nga Peja dhe do të jetë në prezencë sot në Elbasan, së bashku me 2000 antarë të tjerë të grupimi tifozat QQZ, një grupim i cili është një arterje kryesore e kësaj kombëtare, si dhe Trevisa, e cila së bashku me mua me Selën da shohin ndeshjen nga Tirana sot, paktën unë deri tani i bie da shoh nga Tirana për shkak të impenjimeve televizive. Publicitet dhe vim pas pak. Mirë, kthehemi në studio, e kemi kohën e mjaftueshme për të folur, sepse e meriton këtë hapësirë televizive skuadra përfaqësuese. Sot luan me portugezët, luan kundër Cristiano Ronaldos. Cristiano që nuk luante në Aveiro në ndeshjen e parë eliminatore ku fitua me gol të Bekim Balajt. Trevisa Tufash, tifoze skuadrës përfaqësuese, po edhe tifoze shumë e Partizanit, Gentian Kelmendi nga grupimi tifozat QQZ. Natyrisht çdo gjë QQZ, natyrisht edhe me simbolet e ekipit kombëtar. Guerilcat, ku e shohin ndeshjen?
I kam përshtypjen, edhe isha në federat që kanë bërë dhe kërkesë për bileta. Po, gjithmonë e bëjnë këtë gjë, shofin në stadium afër tifozave Kuqezi. Afër tifozave Kuqezi për qenë në unison. Për të shtuar numri Kuqezi. Megjithatë, Treviza më shuaj një kureshje, ke ndonjë preferencë në skuadër për një lojtar interesant, për nga natyra, për mënyrën se si luan në fushë, që ndoshta edhe që të ngjason me një idhull tënd të Partizani? Idhull. Jo se ngjason, po që më pëlqen shumë është kapiteni Lorikcana dhe Berisha, portieri. Janë dy shtyllat e ekipit, mund të themi. Janë dy persona që luajnë shumë mirë, luajnë me shpirt, jo se të tjerët jo, po ato i kam qik më qefun. Edhe janë evidentuar pak më shumë pak të në ndeshjen e fundit Kopenhagenit. Qikësi shumë më shumë. Megjithatë, më the Gent që ne kemi sloganin edhe 10-0 me umujt. Për ta thot Gendi se e thonë të bukur. Edhe një Gent. Jo, nuk është slogani tifozave, e kam shkru në Facebook. 10-0 ti me umbë, prapë mu zemrën ti ma shkund. Ti ma shkund. Megjithatë, shumë e bukur, mund tjetë shumë reale dhe besoj këtë të grupimi juaj, jam pak septik në pjesën tjetër, pak në shumë komunikime i gjatyre viteve që kam pasur me Debiazin dhe që kam edhe për shkak të punës, më thot, juve, tifozët shqiptar, keni diçka shumë interesante. Skuadra kur fiton një moment, thot, juve të ngrini në qelë, sikur ke fituar kupën e botës, ama kur mundet skuadra një moment, juve të shkelni me këmbë. Nga ekstremi në ekstrem, kuptohet që kjo fjallat shkelni me këmbë, është pjesë ideja që skuadra edhe do humbas një ditë, ose humbi dje Hollanda me Turqinë, humbi Hollanda me Islandën të premten, pra duhen në një farë mënyre, nuk e kam për sot, tifozët duhet mirë kuptojnë edhe momente jotë skuadrës. Ua kam borxhli atyne që janë ma meritorët që tifozët Kuqezi janë themelu, janë çunat e Londrës që ndër vite, në vitet 80 e kam përcjell kombëtaren në Cardiff, në Angli, në vende ku ka lujt, çuna që edhe sot vazhdojnë me qenë aty afër nesh edhe me na ndihmu edhe në organizim, edhe në krejt që ka na nevojitet, janë çuna që sot janë kthy, po thuj se shumë nga ta edhe me pasaporta britanike, prap janë kthy edhe jetojnë këtu, që rruga jonë është shumë e gjatë, jemi të vetëdijshëm që kombëtarja jonë ka me pas edhe humbje tjera, si çdo ekip, po thjesht nuk është se na zmbraps humbja. Ne kur kemi udhëtu edhe me 13 orë, 14 orë, edhe kemi humbë dhe jemi kthy prap, ka edhe çuna brenda ekipi që thojnë nejna budall, na vina apet. Kështu që nuk, kjo është pjesë për ne nuk e njohim, besoj që nuk e njohim, shumica nga tifozat janë ata që shkojnë pse, e ndjejnë edhe nuk shkojnë pse duhet me dojë mos me fitu kombëtare. E tregon dhe historiku, le të themi, i prezencës suaj, apo jo, në të kundër, nëse do ishte mërzitur, do ishte ndalur një moment. Ka pas raste ndeshjen me Rumanin, kur ka qenë do rastet e vetë me kunen në fush, si organizim, hedhim edhe plakatona, ka pas një periudhë kur një 4-5 muaj ne nuk kemi qenë në stadium, vetëm për të mirën e kombëtarës, duke i bo presion edhe federatës, edhe çdo elementi që ka qenë lidhur me kombëtarën, që me ndru edhe në organizim, thjesht kemi qenë edhe jemi prap opozit, ta themin thojza e vetë federatës edhe vetë organizimit, gjithmonë në të mirën e kombëtarës edhe të arritjeve të saj. Edhe të arritjeve të saj. Mirë, ndjekim një material, një lloj qëndrimi apo shënimi, sepse kjo kombëtare tashmë është e rrethuar edhe për shkak të rezultateve nga një suport shumë i madh mediatik, luan skuadra përfaqësuese kombëtare, është momenti historik i saj për të shkuar aty ku duan gjithë, që është dhe europiani, madje për herë të parë një skuadër në europian. Me Stelën kam pasur një përvojë të një kampionati botror në ecurinë e transmetimeve dhe është shumë e rëndësishme, kemi folur për Italinë, Gjermaninë, Francën, Spanjën. Që Brazili 2010-ës. Brazili pikërisht pse mos flasim për Shqipërinë në një kampionat në një fazë finale të Europianit, por ndjekim dhe momenti është, shanset janë, ka shumë match point në lojë. Ndjekim shënim dhe Përshëndetje gjyqtari, top postur, shtuja djetar miq për
përsëri nuk munden, askush si mund të djem, askush se mund të skuadër. Përsëri gëzojmë, përsëri festojmë, përsëri jemi ne. Sërish ata nuk munden, me një stadium ku zhurmuesit ngatronin korret e mbështetësve dhe ku natyrisht predominanca kuqezi ishte përsëri e dukshme, si dhe në një trysnik që një kundërshtar i potent përsëri. Ata nuk dorëzojnë teren. Skuadra italo-shqiptarit, skuadra shqiptare, vazhdon të ruaj tonusin konstant, nuk lëshon, madje merr edhe një spunto agresiviteti, kryesisht kur luan në transfer. Përplasja e së premtes në Telia Park në Kopenhagen, me 2 panorama loje dhe në 2 fraksionet e saj, por me një prolog që mund kishte qenë shumë herë më goditës nëse shtysa e Roshit në ekstrem mund kishte bërë mrekullin. Sidoqoftë një pikë, ato që në fundit prisnin, deshnin dhe morën të gjithë. Danimarka nuk na mund dot, përsëri. Në 2 ndeshje i dham dhe i morëm 2 pikë. Forcë karakteri dhe shpirt sakrifice për një skuadër ku kapriço profesionale dhe nervi shqiptar mbyllën me rjethat paprekura një 90 minutësh tensioni në një gjykim korrekt skocez. E nëse Berisha mund të etiketohet match winner, nuk mund të anashkalohet kurse si spërkata kurajoze dhe riskioze njëlëshe kapiten Canës, forca e cilit riktheu nga aritmia në gjendje normale shqiptarët të mbërthyer përpara ekraneve. Një luan për të shmangur rrezikun potent. Një epilog me një 0-0, me një besim të madh, pa haruar që tashmë kemi një skuadër, kemi një trajner, kemi një publik, kemi gjithçka duhet për këtë ekip, i cili tani më është fare afër një indeksi historik. 11 pikë në total, me 3 ndeshje ende për të luajtur. Play-offi ka shkelur syrin dhe është pjesë e formacionit kuqezi, por në një farë mënyre është edhe kundërshtari primar për armatën e Debiazit, një kundërshtar që duhet luftuar dhe shmangur njerësh. Mundësit janë, forca është, besimi po. Suporti gëllon fort dhe Elbasan Arena të anën në mbrëmje do ta dëshmoj drejt për së drejti këtë fakt. Por, pak kujdes, vjen Portugalia. Mirë, vim në studio, sot ku parashike surpriza edhe nga grupimi tifozat kuqezi, grupimet janë të shumta, stadiumi është kërkesat ka qenë për 3 herë sa kapaciteti stadiumit, 12 herë 3, 36.000, po vetëm 12 do të mund të shohin, çmenduri për të marrë një bilet në Elbasan Arena, kaq janë mundësit gjithë tjerët përpara ekranit, ka edhe një ekran të madh në Elbasan vet, megjithatë Gent nëse të ngacmoj pak për Serbin, do të kalojmë të sotme në aspektin e rezultatit, po ky është dhe një test, biletat personalizuara sot do të bërë shumë kujdes, edhe nga grupimi tifozëve për të shkuar çdo gjë në rregull për ndeshjen me Serbin. Ti jetë se ke pak më përpara. Partëm të bëjmë një panoram 100% kundërt nga ajo çka na ofruan dhe na servira në Beograd. Gjithmonë mosën është problem me kontrollu, me administrosh. Me administru, po ndër vite kemi shumë shembuj ku jemi tifozëri, ta marrim shembullin e Zvicrës, që ishim diku rreth 16.000 shqiptar, policia kantonit edhe bashkiaku dërgon letër falenderimi tifozëve kuqezi dhe thot asnjë gotë e thyer. Rasti i fundit në Kopenhag, nëse keni pa foto, kur tifozat dalin me policin vendase. Për mua është një civilizim i skajshëm. Një civilizim thjesht që asnjë tifozëri nuk e ka brenda vetes edhe kanë zili. Të dalësh me policin vendasi ku tifozët kroat ose ku ta diun shkojnë atje dhe bëjnë vandalizma dhe konfrontohen me policin. Kjo domethënë për mua ka shumë kuptim edhe është fryme e jon. Tifozi kuqezi duhet me qenë shembulli i një shqiptari të mirë, jo shqiptari euforik dhe folklorist.
për neve patriotizmi nuk është vetëm 28 nëntori dhe nuk është vetëm një fitore e kombëtarës. Brenda patriotizmit të tifozave kuqezi ka shumë gjona. Edhe njëra ndër më kryesorët është me qenë një shqiptar i mirë, një pasaport e mirë brenda dhe jashtë. Një pasqyrë e mirë për gjithë kombin shqiptar dhe për vetë ne si grupim. Vazhdoni me sloganin Osa mirë me qenë shqiptar? Osa mirë me qenë shqiptar është slogani yni, nga themelimi edhe besoj që aty kemi me qenë sa të jemi, si tifozeri. Sa të jeni si tifozeri? Edhe në rastin kur të zgjen gjaku më shumë, do të ruhen këto parime që ti përmenda, apo jo? Pa tjetër, unë thash, ndër të vetme të raste është me Rumanin, është me plot vedije, ku ishim të pak në ashur me organizimin e brendshme edhe me mënyrën se si trajtoshin edhe talentat, po sot për sot ne jemi rrugës së mirë, nuk duhet të ndalojmë edhe duhet të ecim përpara që kombëtare, nuk kemi i vetëm një element, ka shumë elemente që sot kombëtare ashtu, janë dhe deri diku edhe media që i kanë japë rëndësinë e duhur, edhe federata që kanë ndru, ka pru element të njerëzve që kanë lujtë futboll edhe kanë po që ka është organizimi i mirëfillt, Lalen, Bogdanin dhe gjithë shunat që janë afru, po duhet prapë ende punë që me vazhdu me ecë përpara. Me vazhdu me ecë përpara. Kush dëshiron sot Trevisa të shënoj? Ti the unë preferencat e mia kam Canën dhe portierin. Portieri natyrisht vetëm po i dhanë i penaltise për të bërë gol vështirë. Po të pres paktën, ashtu si shpriti herën e fundit. Po doli me një goditje këndi. Keni preferencë të veçantë? Mjafton të shënojmë të fitojmë, po jo se... Kjo është një përgjigje standarte e eksperiencë e tifozëve e përvoje. Mjafton të shënojmë se punë tjetër ta bëj kushdoj. Nuk ka rëndësi, po si të duket fakti që është Ronaldo aty. Në fakt, identifikohet le të themi skuadra e Portugalisë pikërisht me Ronaldo, një trëmbje për gjithë lojtarët. Do në poshtet sot? Unë jam një ndër ato pak vajza që kanë qef Ronaldon dhe është një ndër dëshirat më të mëdhaja që ne ta rafim. E paske shumë qef me sa duke. E paske shumë qef. Nga do paktat. Dhe ti më thua tifozë me Kombëtaren po, me Partizanin po dhe me Barcelonën që nge. E përndaj e paske shumë qef edhe Cristianon. Gent më shuaj një kureshtje. Thjesht një preferencë tënden, diku brënda, diku të Berisha, të Loriku që është inspiruesi, skuadrës përfaqësuese, diku të Gashja, diku tjetër, ku mendon Genti, ku e ka të qendrën kryesore që është më i sigurt te skuadra? Skuadra po lun tamam si skuadër edhe besoj që pikërisht është forca e grupit ajo që na ka sjell këtu. Personalisht, mendoj që në mes fush, personalisht e kam bindjen që kam qenë edhe vetë futbolist. Mendoj që elementet e njëjtë nuk duhet me u fut. 3-4 kemi qenë edhe në ndeshjen me Armenin në pjesën e parë, ku nuk ka prodhu thujse asgjë, edhe nuk ka pas asnjë goditje nga standarde nga drejt portrës, do të thonë nga Messi. Kjo është problem për mua dhe është shfaqur edhe në ndeshjen me Danimarkën. Mendoj që ka që duhet me qenë edhe jo ka që po lojtarë që shujtojnë, kjo është futbolli modern, që shujtojnë nga largë dhe kanë muhatjen për gol. Jemi në ndeshjen me Francën Shënon, po sa futët në lojë në ndeshjen më duket me Armenin ka qenë miqësore nga 36-7 metra. Është lojtar që ka muhatje dhe shujton. Domethënë edhe në këtë ndeshje shfaq kjo dobësia e Mesit të fushës, po gjithsesi ekipi është Debiazi ai që vendosë dhe ekipi po vepron si kolektiv, si skuadër edhe mendoj që... Keni krijuar një raport shumë të mirë edhe me Debiazin. Patjetër. Sepse ai është shumë social, është shumë i afrueshëm, ndoshta stili pjesa gjeneza e tij italiane, po është afruar shumë, është edhe shumë tifoz. Është shembull, Debiazi është shembull, është një personalitet shumë i afërt edhe me tifozët, edhe ka ditë me qenë, edhe është ndër trajnerët që me të vërtet përveç se e ka afru ekipin, i ka afru edhe gjithë njerëz që e rrethojnë ekipin. Do të është një lloj simboli i një farë bashkimi për me bo një punë të mirë. Është shembull, për mua është shembull i mirë i një trajneri që ka sjellë edhe rezultate. Ka sjellë edhe rezultate. Nëse ti Trevisa do më japësh një parashikim për sot? Dhe barazimi nuk është keq, një pikë më shumë, por shpresoj 1-0
1-0. Po shkon larg, shumë me 1-0. Të mundësh Portugalin apo ke hallin, të mundësh Kristianon. Të dyja. Të dyja. Megjithatë 1-0. E pastaj si sfidë në vetvete Trevisa. Jo, në fakt edhe në transmetimin që unë kam pasur në të dielës mbrëmja, edhe ndoshta vetë jam pak te i kalova pak atë masën e modestisë edhe them që duhet fitoj Shqipëria sot. Nga të vetmi ti, se kë kemi pyetur, të gjithë janë skeptik pavarësisht dëshirës, e cila nuk do të mundohet. Dëshira është konstante, fitojmë pastër, po unë mendoj gënd që do bëjmë do një çudi sot, po gjithmonë duke ruajtur Elbasanin se me zi e kemi, ose të ruajmë dhe Tiranën, mos djegim një qytet se ne avdallosemi pasaj, po ndodhin e rezultat. Me këmbë në tokë është thënje e Debjazit që nga ndeshjet e para. Kjo mundet me na godit. Jemi në një fazë ku qunat më herët nuk kanë shfaq rezultate. Në tonë është faza e dytë ku ekipi e tregon karakterin e vetë dhe e tregon ato që ka është në të vërtet. Në tonë është një fazë ku du t'irujemi kësaj pjesës me këmbë në tokë, edhe besoj që rezultati do vi. Du të durim. Portugalia është ekip që brenda vetës e ka njërin ndër më të mirët, Ronaldon, edhe kështu që me një aksion individual mundet edhe me në ndëshku. Absolutisht po. Kështu që du t'jemi me këmbë në tokë edhe të presim rastin tonë. Kjo është edhe, mendoj që është edhe filozofia trajnerit që e pret momentin. Dhe në grupimin tuaj, ku ndiqet ndeshja në rang europian, paktën në stacionet që ju keni në Kosovë, në Maqedoni, përveç prezencës që është në Shqipëri? Ndeshjet ndiqen në lokale dhe në vendet të ndryshme. Organizohet përmes përfaqësuesit që kemi në qytetin Përkatës. Sa përfaqësues keni në Shqipëri? Në çfarë qytetesh? Kemi në të gjitha qytetet. Në gjitha qytetet? Po, kemi shtrirje edhe në diaspor, kemi përfaqësues në shumë qytete. Në Gjermani, në Suedi, në... Dhe në total, numri antarësisë tifozave kuqezi sa shkon? Në total, ne nuk pranojmë mbi 3.000 ca, për shkak të mirë organizimit edhe për shkak të mundësive tona, për shkak që biletat që marrim... Jo për stadiumin, në total, antar. Antar, që kemi të regjistruar, gjithë grupimit janë të antarësuar, janë 3.000 ca. Do të dhëmë 3.500. 3.500. Ose nuk marrim më shumë për shkak që atyre antarëve ne ju sigurojmë dhe biletat. Edhe numrat që i marim në federat janë të vogël, kështu që duhet të kemi kujdes që mos t'i lëm pa biletat. Mos shgënjen. Se do antarësoj Trevisa dhe do e ta qonin. Unë po të them kërkesat janë për mbi 200-300.000. 200-300.000. 200-300.000. Po. Kërkesa. Edhe e mendoj që këtë duhet ta ketë parasysh edhe kryeministri edhe federata që na duhet një stadium. Po e bën, pra Shkodra do keni mundësi për më shumë. Është i vogël për shqiptarë, këto e ka dëshmu si brenda, si jashtë, neve na nevojitet stadium shumë i madh. Të paktën të bëhet një super stadium 4-50.000 vende, sepse do e mbushim gjithmonë. Përpos Qemal Stafës, kur të bëhet Qemal Stafa, po mund të ketë disa më ndryshe, mund zgjidhet deri diku, sikurse Stella e theksoi. Megjithatë, më jep dhe një parashikim sot Gent. Ne duhet fitore. Duhet të fitojmë, duhet të futemi me mentalitetin e fituesit. Ti eshi bindur me atë do futemi për të sulmuar, e theksoj dhe trajneri, po ti vetë brënda duke qenë real, si që the, dhe jo euforik, me këmbë në tokë. Me këmbë në tokë, edhe barazimi do na shkonte për shtati. Absolutisht do na shkonte. Për shkak që kemi një ndeshje më pak dhe jemi grupi me 5 skuadra. Kështu që kjo neve na ndihmon shumë, për shkak që vendi i tretë direkt shkon si më i miri, edhe çdo ekipi të grupeve tjera do i hiqen pikët me vendin e fundit, me ekipin e 6. Me ekipin e 6. Po, dhe llogaria shkon Karshinesh, edhe mendojmë që shanset asnjëherë si kemi pas kështu, mendoj që do jemi në Evropian, ne kemi filluar me tifozat të mësojmë francesht. E keni filluar? Po, keni parë hotelet në Nice, në Marseille. Kemi filluar me mësu gjuhën. Kujdes. Imagjinoni çfarë angazhimi, ti je tifoz kuqezi, nuk është e lehtë, apo jo? Absolutisht. Sonte në mbrëmje në orën 20:45, të gjithë përpara ekranit, ata që janë në stadium, natyrisht kanë ndjesinë tjetër për të qenë në stadium, një ndeshje me të vërtetë ku të mbërthejnë dhe të kaplojnë emocionet, është shumë e rëndësishme. Absolutisht po, edhe përpara ekranit, një ndeshje e cila ka një domethënie shumë veçantë, mund të kërcejmë të parët në grup,
që sot, mbrëma, në orën dikur e tholës 22:30, nëse fitojmë jemi të parët në grup dhe premisat janë të jashtëzakonshme, nëse marrim një pikë, jemi po aq mirë, nëse humbasim kemi ende match point për të luajtur, janë të treja rezultatet. Trevisa, faleminderit. Kampionatin e fiton Partizani. Natyrisht, ndrysh të ndodhte s'kishte si, nuk mund të thoshte Tirana. Më Gendi, mirë. faleminderit. Gent, faleminderit. Faleminderit, e kisha mbyll me kombëtaren, jo me Partizanin. Natyrisht, te këty do vija. Faleminderit. Uroj që të fitojmë, të festojmë. Është sinonimi i bashkimit shqiptarëve. Pse jemi këtu është pyetja, pse jemi këtu është që jemi gjithë bashkë. Jemi një. Edhe në kryesin që kemi bërë në Ohër para një 3 javësh, se jemi riformatu, jemi ristrukturu si tifoza, kryesia është të përbërë prej antarëve nga gjitha trevat dhe nga diaspora. Kjo është sinonimi i bashkimit tonë dhe krejt ky sukses është që shqiptarët janë bashkë edhe janë të gjitha trevat. Besoj që edhe në Federatën Shqiptare do vinë element nga Kosova, Macedonia dhe nga gjitha trevat edhe kjo kombëtarja është ajo që na bashkan. Edhe bën më të fuqishme, absolutisht. Mirë. Patjetër. Tu do të na duhet ta mbyllim, ishte koha e mjaftueshme që meriton edhe në këtë mëngjes. Se do zgjohemi nesër me buzëqeshje vesh më vesh apo paksa. Do zgjohemi me objektivitetin që do të prodhojë ndeshja, janë të treja rezultatet në tavë, duhet të pranojmë, përballë është Portugalia dhe nuk është një skuadër modeste, tani nuk kam skuadra atleta, kemi përfunduar këtu. Linja i shkon Departamentit të Informacionit, takojmë nesër në orën 7. Mirupafshim. The